أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me temën të cilën kemi filluar javën e kaluar, cilësitë e këshia dhe pasojat e tyre. Dhe javën e kaluar folëm për një tri cilësi, për zilijen, krenaria tepruar apo arroganca, edhe për gënjeshtën. Dhe thamë se këto cilësi janë cilësi të mbrëmshme, të cilat mund të dëmtojnë zemrën, shpirtin dhe jetën e besimtarit, në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Sepse njeriu besimtari për me qenë një besimtar I mirë dhe I plot do të cilësohet me cilësi të mira, me cilësi të bukura. E ato cilësi janë ashtu siç ka dëshirë besimtari të sillen njerëzit me të, edhe ai të sillet me tjerë. Domethënë çdo cilësi që nuk e pranon për veten e tij, që të sillet dikush keq me ta, edhe ti duhesh të mundohesh që mos të sillesh me asnjë cilësi me besimtar musliman. E sonte për cilësinë për të cilën do të flasim, një cilësi e keqe është el bukhlu, kooperacia. E çka është kooperacia? Kooperacia është mungesë dëshire për të ndarë apo dhënë qoftë para, kohë apo ndihmë. Pra nuk është I mungon dëshira për me I dhënë të tjerëve, qoftë pasuri, qoftë me nda pak kohën për të tjerët, apo qoftë me I dhënë ndonjë ndihmë që kanë nevojë njerëzit. Dhe kooperacia është mungesë gatishmërie për të ndarë me të tjerë. Pra I mungon gatishmëria, pra nuk është I gatshëm që njerëzve që ndihmon, qoftë tha me parë, qoftë me kohë apo ndihma të ndryshme. Dhe kooperacia do të thotë të mbash gjithçka për veti, nga frika se mos e humbësh ose ndoshta mos po lodhesh, po menduar për nevojat e të tjerëve. Pra I kooperaci gjithçka mundohet ta mbajë për veten e tij. Edhe është për të çuditë se kooperaci kur nuk noqet me aqe ka. As nuk noqet me njën se nuk jep, se njeriu kur jep ndonjëherë ndin një lloj kënaqësie në zemrën e tij, në shpirtin e tij, se I ndihmua diku, ja zgata dorën diku, ja largua një breng dikujna, ja largua një problem dikujna, edhe ndin një lloj kënaqësie në zemrën e tij. E kooperaci nuk e ndin kët. Pastaj dikushi që nuk ka kooperac, shpenzon për veten e tij, për familjen e tij, edhe ndin një lloj kënaqësie. Kooperaci këtë nuk e ka, se kooperaci as nuk I ndihmon tjerëve, pas nuk I shpenzon për veten e tij. Mundohet vetëm me rujt, vetëm me të bu pasuri, edhe në fund vdes, nuk e shpenzon pasurinë e tij. Vin pastaj pasardhësit, trashëgimtarët të ndajnë pasurinë e tij, edhe I shkrejt I shkoj, as pa bën diçka për botën e ardhshme pasurinë e tij, pas pa bën diçka për këtë botë, edhe shkoj sikur me qenë I varfër. Shumica e kooprazëve që janë kooprazë dështrëngues që nuk japin, ato janë sikur me qenë të varfër. Se as nuk japin, as për veten nuk bëjnë diçka, as të tjerë s'u ndihmojnë, pas për veten. Ndonjëherë për veten e tij e shikon se si me kursi sa më shumë. E përkani të bënë të parë. E kjo është lakmia tepër në pasuri. E kush janë kooperacët? Kooperacët janë njerëz që nuk duan të japin asgjë edhe pse kanë mundësi. Se dikush ndonjëherë nuk jep se s'ka mundësi. Amo kooperacët, kush janë ato? Janë të cilët nuk duan të japin tjerëve asgjë edhe pse kanë mundësi dhe duan të ruajnë gjithçka për veten e tyre. Çka ti dale përpara? Çdo sëmbe, bile ndonjëherë edhe nëse një sen ju ka prish, nuk e gjun ta mbaj, nashta më duhet, nashta, vetëm I të bu senet, edhe në fund tham, as për të mirë të dunjos, as për të mirë të ahiretit, nuk jap kur gjë. Shpesh ata janë njerëz me zemër të ftohtë, pa dëmshuri, që nuk ndjejnë solidaritet, mirësi apo mëshirë ndaj të tjerëve. As nuk ju dhimbën të tjerë, me pa dikujt të djeg, as për I lash nuk jap dikujna.
As nuk është i mëshirshëm të ndihmoj ndonjë nevojtarit, apo fukaras, apo ndonjë jetimit, apo dikujt ndonjë familje që ka nevojë, pak bile mi dhon, bile arsetohet, në të punon edhe ajsone, në të mundohet edhe ajsone. Por i shkrejt, Allah xhaleshan njerëz i ka bën të ndryshëm, në qoftë në dituri, në qoftë në shëndet, në qoftë në pasuri, në qoftë në familje, në gjithçka, Allah xhaleshan i ka bën të ndryshëm njerëzit. Nuk janë krejt të pasur, po ka të pasur të varfër. Nuk janë krejt të shëndosh, ka të shëndosh të sëmur. Nuk janë krejt të mençur, inteligjent, ka kështu dhe lloj njerëz ka. Nuk kanë krejt familjen e kompletuar, si thonë, ade me qeni martu, me pas fëmijë, vajza, djeme, mi martu e krejt. Nuk i kemi krejt kështu të njëjtë, dikush i ka, dikush nuk i ka. Dikush i ka, po i ka me të meta, dikush i ka, po nuk i ka të dhum. Në gjitha aspektet e jetës njerëz nuk janë krejt të njëjtë. Allah xhaleshani nuk i ka bën krejt, nuk i ka kriju krejt të ndryshëm. Tash edhe ti, të ka dhënë ti Allah xhaleshani pasuri, ati nuk i ka dhënë pasuri, po ka diçka tjetër që ti nuk e kije, që ki nevojë për atë. Edhe kështu ne njerëzit ndihmojnë mes veti. Unë mund të ndihmoj me parë, diçka, ti mund të ndihmoj me diçka mbas gat dorë, me ndihmoj me punë. Unë mund të ndihmoj me ideja, ti mund të ndihmoj me diçka në praktik me fund. E kështu me radhë njerëzit ndihmojnë mes veti. Ama, sikur të ishin kanë këtë të varfër, apo këtë të pasër, apo këtë të shëndosh, sikur ne mos shohim njerëz të sëmur. Unë shpesh thom, është mindë njëherë ne, vetë me fund krinë tonë, bile me bon njëherë njavë me shku në spital me vizitu dikonin. Shko pak në spital, vizitoj të sëmur dhe për mja ditë vlerën shëndetit tanë. Shko ndihmoj të varfër për mja ditë vlerën pasurisë e kije. Shko, vizito njerëz të ndeshëm për mja ditë vlerën asaj që ta ka dhënë ti Allah subhanahu wa taala. Shko, është mirë me shku ndonjëna për spitale, qofshin të plesht apo të trit, kushdo kohë, në spital të sëmur, shko vizitoj ndonjëherë dikonin. Pse? Se vallahi ja di vlerën shëndetit tanë. Ai i cili kish pasur prej dardhe, ku shkoi njerëz me vizitu, shkon njëri thotë a kira ti pi dardhe, thotë jo. Ani faleminderit se kjo me po s'ma din se çka është me rapi dardhë. Vjen diti, i tretë, i katërt, vjen njëri thotë, "A kirate prej dardhë po?" Ulët ai se ti ma di, ti e di çka është me rapi prej dardhë. Se ka ra edhe di çfarë smuje. Ama çka s'ka rapi dardhë vjen, hajde se s'ki kur xhan veç u dash marr me të vizitu, a di se të familjes apo shok apo diçka, ama nuk e din çka me rapi prej dardhë, se ku ra, asa ka tu krejt. E tash ti për mja ditë vlerën shëndetit tanë. Se çka është mirë me qenë komtet tua, shikimin me pas mirë, dëgjimin të mirë, e gjitha gjymtyrët e trupit mi pas shëndosh e rahat, shkondrejna për spitale. Se nëse nuk isha njerëz me të meta, nuk isha njerëz të sëmur, nuk ja din vlerën shëndetit. Ku e di ti çka është mos me pas shëndetin e mirë? Ku e din ti nëse s'ka dhim koka asnjëherë? Ku e di çka është me dhim koka? E ku ja di pastaj vlerën kësaj me pas kohën e shëndosh e qetë, mos me pas ndaj sëmundje? Nuk të kanë dhim dhamë të korë asë njëherë. Ku e diti shka është vlerë me pas dhamit të shëndosh e mos me dhim të asë njëherë. E kur i shef të qertë, kur rime njerës që kanë ndirë të gajle, probleme, sëmundje të ndryshme, atë ja din vlerën asaj që e ke. E këta koprasi janë zemër të ftohtë. Hish nuk dhimbën për qerë, hish nuk mërzitën për qerë. Pse se vetë është mirë, edhe nuk e ka gajle e qerëve. E Islami nuk na mëson kështu, Islami na mëson të kundërtën me qenë bujar. E shoqëria nuk mund të funksionojë si duhet pa dhëmshmëri dhe solidaritet. Nëse ne si shoqëri islame nuk kemi dhimbje për njëri tjetrin, nuk na dhimbën njerëzit, nuk solidarizohemi me të tjerë, me nevojtarët, pa marrë parasysh se dikush i ka dhe pasurinë ndoshta ka, po i mungojnë dosejnë e tjera. E nëse kemi na mundësimin ndihmu të ajo që i mungon, do të ndihmojna. Mos të bëjmë kopras vetëm për veten tonë. E Islami nuk e ka ndalu koprasin, bile pejgamberi alayhis salam, tash i cekmë hadithe pejgamberit alayhis salam, ju ka lut vazhdimisht Allah ta mbrojë nga kopracia, nga al-bukhl. Mos të bëjmë të shtrëngues. Tash dordhanës nuk do me thonë vetëm me dhon shumë miliona apo me mijë apo qindra. Dordhanës është atë sa ki mundsi. Atë sa ki mundsi mi dhon dikuj, një gotuj. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, shpëton e vetë nga zjarri i xhenemit qoftë me çka, apo mbron e vetë nga zjarri i xhenemit qoftë me çka, edhe me gjithë kokër hurme. Apo Aisha radhiyallahu anha se ka qenë bujare,
ku ka ardhur lipsit e dera, i ka thonë shërbetoria, oj nona besimtarve, një lips e dera. Thot, po s'kemi çka mi dhon. As për vetë s'kan pas, jo s'ka mi dhon ti, për vetë nuk ka pas Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salam, vajza e Abu Bekrit. Thot më çka kokërrosh jap ja. E shërbetoria pak si ngushtu, thot një kokërrosh a dhe mja dhon, a mos çka ka thi urdhrin, i ka thonë kokërrosh. Pastaj thot Aisha radhiyallahu anha, thot të pash disi se ku ta dhash kokën në rrugë më ia dhon atij të varfërit, pak si un ditë e kesh. Thot po i nona besimtare se një kokërrosh. Thot a ke lexuar jetën ku thot Allahu xhalla shanu, kush ban mirë, fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush ban mirë sa një kokër e vogël, sa një grimcë atomit do ta xhojnë ditën e gjykimit. Thot merr atë kokrën e rrushin ndaj sa grimca do të ndahet. E por si të ki mush problem. Njerëz të mençur kështu mendojnë. Qoftë një kokërrosh, qoftë një kokërhurme, e jep për Allah, e jep për Islam, e jep për ahiretin e tij, e jep për vorrin e tij, që të fiton edhe të shpërblet ditën e gjykimit. E kooperacia nuk është vetëm në pasuri. Dikush mendon se është kooperacia, atë kooperacia është vetëm pasuri, nëse e shtrëngoj dorën pasuri. Kooperacia është edhe në kohë. Kur nuk jap kohën për të qeshë, më ndihmu, qoftë fizikisht apo diçka tjetër, në përpjekje, në dhënje, në fjalën e mirë, si dhe në këshilla dhe ndihma. Pra, në gjitha aspektet që mund të ndihmosh të tjerëve, qoftë në pasuri, apo qoftë me këshilla, apo qoftë me ndonjë ndihmë fizike, nëse nuk i ndihmon, ki mundësi me ndihmu dhe nuk i ndihmon, kjo llogarit kooperaci. Pse se vetëm për veten, unë jam mirë, çat gale për tjerë. Jam rahat me familjen time, edhe çka dojnë të bëjnë tjerë. Edhe ka filoni nevojë me ndihmu fizikisht diçka. Filoni ka nevojë i të pasë një familje, janë çun pesh, janë të mbit me zveti, ti ki mundësi me ndihmu, me këshillu, shko ndihmoje. Unë jam mirë, flakën që dalë tjerë, po nuk kanë kështu me Islam. Ta që në Palestinë, na këto jemi mirë, se kemi gale për atë copa o bomshin, po nuk kanë kjo për Islamit. Pra çfarë do aspekte, çfarë do mënyre që mund të ndihmosh dikujt, dosh me ndihmu. Nëse mund me ndihmu dhe nuk e ndihmon, kjo është kooperaci, se nuk është tam kooperaci vetëm pasurim, pare, është kooperac do shëngus. Mund më kohë edhe kooperac edhe në fjalë të mira, apo në këshill, apo ndihma të tjera. Allahu xhaleshanuhu e ka qortu kooperacinë në Kur'an dhe e ka lidh atë me shkatërrimin dhe privim. Ku thot Allah Teala, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. E kush ruhet nga lakmia apo kooperacia, pra nga lakmia vetes së vet, të tillët janë të shpëtuarit. Pra kush ruhet nga kjo cilësi e keqe, kooperacia apo lakmia, thotë ta janë njerëz të shpëtuar. Pse se njëri kur është dordhanës, tham jo vetëm parë, pasuri me dhons, po jep nga koha ti jep tjetrit, këshilla jep tjetrit, ndihma fizike jep tjetrit, në çdo aspekt të jetës së tij që ka dikush nevojë, i ndihmon. Pa më parasysh me çka është. Allah xhaleshan çka po thot, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. E kush ruhen nga lakmia e tij, e vetes së tij, thot të tillët janë të shpëtuar. Ndërsa në anën tjetër, Allah xhaleshan i ka lavdëruar bamirësit, ato që bojnë bamirësi, që japin, që janë bujar dhe që shpenzojnë për Allah, ju ndihmojnë tjerëve. Allah xhaleshanuhu i lavdëron në Kur'an këta njerëz dhe u premton shpërblime të mëdha. Çka thot Allah Teala? Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Çfarëdo që të shpenzoni për Allah subhanahu wa ta'ala, ai Allahu do t'ju kompenzoje dhe ai është furnizuesi më i mirë. Mos harrojmë një sens se çka don që jepti për Allah, Allah ta kompenzon. Çfarë do që lën diçka për Allah, Allah xhaleshan ka më ta dhënë një të mirë për ta. Ama ta bësh për Allah me sinqeritet. Pra çdo sen që jep për Allah, Allah ta kompenzon. Allah po thotë: "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Thotë çdo sen që jepni për Allah, Allahu ka kompenzon. Fjalët e Allahut janë të vërteta. Po vallahi unë shumë kam dhënë kur kush më ka kompenzuar, s'ma kanë kthy, s'ma ka bën të mirë. Po ti vetë po tregon se pas e bën për Allah. Çele, a ke dhënë? Shuj, prite. Mos sot mos nesër, mas një kohë, në botën e ardhshme ke me gjet. E ajo në botën e ardhshme është më e mirë se këtë botë. Bani një sekret mes teje dhe Allahut mos ta di kurkushi. Bane një frank dikon.
qoftë në xhami, qoftë në nevojtar, qoftë në jetimit. Një frang me jap janë njofta, në mujta, në vjeta, ave një sekret ta kishe mes te dhe Allah mos ta din kurkushi. As njëri maj afër që ki në shtrat, gruaja jote mos ta di. As fëmia jot. E çaj sekreti ku të zbulon ditën e gjykimit, kur ti hapësh librin tonë ta lexosh, atëherë kive pash problemin e madh. Se vetë në natyra njëri që është njeriu i krijuar, njeriu si është ka qef minë ti dalin shesha që e ka dhënë. Ta shofish problemin me një herë. Problema sekretën me majt. Ta bash një punë të mirë, jam të ndihmu një fukaras dikon në vend lindje shembull, mujti çoj parën e 50 franka, 100 franka që gjithmonë të hanë diçka kur të nishti qirë të fol, të hanë diçka. Ata ka thënë bellone, se unë jam të bon i ndihmoj dikujt. Të hanë diçka, pse me ta prish një, maj bat mrenda, maj sekret, se vallaj ti që ju tregon këto nuk të shpërblen, këto nuk t'i kthejnë ato pare, këto nuk japin se vape. Maje mes te dhe Allah subhanahu wa taala, sepse Allah xhaleshon po thot, çdo sen që jepni, çfarë do të shpenzoni, Allahu ua kompenzona. Dhe ai është furnizuesi më i mirë. Dhe furnizuesi i vërtet është Allahu. Na tjerë njerëzit jemi sebeb. Dikush i jep diçka as sebeb, furnizuesi i vërtet. Kush ja mund shi me këtij person me orë tash me ndihmu ti? Kush e bëni këtë sebeb me orë të ti? Allahu. Allah është furnizuesi i vërtet. Allah është ai i cili ja. E nëse don me dhënë te Allahu, ja për Allahun. Nëse don me të falë Allahu, fal për Allah. Nëse don me të mëshiru Allahu, mëshiro për Allah. A mos o ban kopras në gjithçka në mëshirë, mos i mëshirosh të tjerë, a mos të i ki qef me të mëshiru. Mu bon kopras mos i ndihmu të tjerë, a mos të i ki qef me ndihmu të tjerë. Mu bon kopras me këshillu njerëzit, a mos të i ki qef me të këshillu njerëzit. Po mira shok ti të kam shok për Allah, am pas jam gabim pse s'm këshillove. E ti japi këshillon tjerë. E për këtë mos të bot, nuk i takon kooperacia është cilësia që i kundërvihet natyrës së vërtetë të besimtarit. Pra nuk i ka hije besimtar me qenë kooperac. Do shtrëngus. Se shkoni shkrejt i vdes për shfridzu atë pasuri që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. E Islami na mëson të japim, të ndihmojmë, të ndajmë me nevojtarët, sepse kjo është rruga drejt xhenetit. Çka të ndihmosh e ki bën për shpirtin tan. Në jetën e ki për Allah, a mund të më thonë ki bën dobi shpirtit tan. E kjo është rruga e xhenetit. Të ndihmosh të jesh bamirës, të ndash të mirën që ta ka dhënë Allah, të ndash me nevojtarët e kështu me radhë. Islami na mëson që pasuritë, koha dhe aftësitë tona janë amanet nga Allahu. E për këtë kuthëra të na duhet me dhënë diçka nga koha jonë për të tjerët, duhet me dhënë diçka nga pasuria jonë për të tjerët, duhet me dhënë aftësitë tona që na ka dhënë Allahu, mi dhënë për tjerët. Pse? Kjo është amanet. Allah na ka dhënë këtë amanet. Kush ta ka dhënë pasurinë? Allah. Kush ta ka dhënë aftësitë me punute? Allah. Kush ta ka dhënë gjitha këto të mira? Kush t'i dha? Allahu. Allah t'i ka dhënë po. Domethënë kanë në amanet. Ti ka dhënë Allah këtë amanet, e tash në varë ti këtë amanetin si e shfrytëzon. A shfrytëzon për në të mirë apo për në të keqe? E për këtë kemi dhënë llogarin ditën e gjykimit. A ditë si thot dikushi, po parja ime a bën çka du, jo s'tash parja jote. Nuk ka kështu 100% komplete joqja që ti kishe të drejta me bën çka dush me atë pasuri. Allahu ta ka dhënë atë pasuri, është amanet. Po unë e kam fitu me mençurinë time, mençurinë kush ta dha? Kë more. E blete dikon? A vetë prodhohet e atë mençurinë tonë, ata ka dhënë dikushi. Po kokën, sit, veshin, gjuhën, durt, kom që shkojmë me punu, inteligjencën tonë që e ki, atë mençurinë tonë për me arrit diku me bon një biznes shembull me fitu. Kush ta dha? Nuk ka aftësi e joqja. Allahu ta ka dhënë atë aftësinë, e me çat aftësi, Allah xhaleshan ti ka hap rrugë të sebepet për me arrit dete që e pasuri. Domethënë krejtë janë prej Allahut, pra janë amanet nga Allahu. E këtë amanet duhet me çunë në vend. Si me çunë në vend? Me shfrytzu aty ku ki dobi për jetën tonë e kësaj bote dhe për ahiretin. Dhe duhet t'i përdormi për dobi të vetës dhe të tjerëve, pra. Masi është amanet nga Allahu, atë çka duhet me bën? Këtë amanet duhet me përdor për vetën tonë dhe për të tjerët. Allah xhaleshan çka thot për ato që nuk japin?
në këtë ajet është fjala për njerëzit që kanë obligim, për shembull zakatin, ndonjë sadak që kanë obligim me dhon e nuk e japin. Çka thot Allah Taala? Thot walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Thot dhe ata që grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë atë në rrugën e Allahut, japu miqde për një dënim të dhëmshëm. Po ato që e kanë obligim zakat dhe nuk e japin, Allah po thot jap ju miqde se i pret një dënim i fortë. Ata që e kanë obligim disa sadaka, po disa lëmosha mi dhon, sidomos kur është krizë të një shoqëri muslimane dhe njerëzit kanë nevojë dhe te i kije mundësi, te kije pasuri për me ju ndihmu dhe nuk ju ndihmon, ani më keq ato që e bojnë atëherë hipin dhe shmita dhe më shumë i bojnë. Kur është krizë, kish mina koronë, kish koha koronës se asaj, apo qëra raste që kemi pas, në vend se muslimani, i biri muslimanit e nipi muslimanit, në vend se mi liru për shembull produkte se me avliru pak çmimin, krizë, s'ka kërkon, veçun e kanë doplo. Ato njerëz prap kanë me ble. Se janë zëra, i fëmijën së në le me vdek atë për një letër tomër. Tomën shembull e kia, shembull thonë 1 euro, tash rast krize e ki bon 3 euro, 4 euro, duke e di se tash njerëzit e blen, s'kan qare për e ble. E muslimoni e ban këta? Nuk e ban. A lejohet? Nuk është e lejoshme. Se pejgamberi alayhis salam na ka ndaluar nga ajo vepra, për shembull, me mor një lloj produkti, pa mor parasysh. Edhe merr, edhe vetëm ti e blen, krejt në qytet apo në atë vend i mbledhti për me prit mas një kohe, se dikush i përcjell, ka me pas tash krize ku i diçka, i mbledh për kur të vija e kriza me shit duplo. Kjo është ndaluar me Islam. Tash tregtia, shitbleja është e lejuar me Islam, ama dësene janë ndaluar tash. Nëse kishim shfryzu tash rastin të pse është krizë ekonomike, edhe hajta sa të muj. Duplo me bon. Allah xhaleshanu pra thot jap ju miqtë atij të cilët kanë obligim me dhon zakat apo disa lëmosha tjera dhe nuk e japin, thot përgëzoj me apo jap ju miqtë për një dënim të ashpër në ditën e gjykimit. E kjo ja tregon se mos shpenzimi i pasurisë në rrugën e Allahut, qoftë për nevojtarët, qoftë për dijen, pra diturinë, për përhapjen e të vërtetës, është shenjë e kooperacisë dhe sjell ndëshkim në botën tjetër. Ndonjëherë ka dhe thirrja islame ka nevojë për dikush me ndihmu, dikush me dije, dikush me punë, po dikush me pasuri. Për shembull, qoftë një xhami që mëson njerëz të vërtetë, një xhami ahli sunne wal jamaa, një xhami e cila thret në rrugën e vërtetë dhe nuk ka për qëllime përfitime dunjos, po qëllimin vetëm e ka për ahiretin, që të mësojnë rinia, fëmija, islamin të mësojnë islamin e pastër, edhe ka nevojë për ndihmë dhe nuk e ndihmon atë, normal se kjo llogaritet edhe kooperaci. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, ruajuni nga kooperacia, sepse ajo i ka shkatërruar ata që kanë qenë para jush, i ka shtirë të derdhin gjak dhe të bojnë harame. Të bon kopras, të e shtrengu, mos me dhon pasuri, pastaj kanë fillu çka edhe gjakdirdhet edhe përçarjet mes atij popullin. Pra kooperacia nuk është vetëm një veti e keqe e zemrës, por ajo çon në pasoja shoqërore dhe shpirtërore. Pra ndarjen mes muslimanëve, urrëqen mes muslimanëve, padrejtësinë mes muslimanëve. Pra nuk kanë se vetëm u bone kooperace s'po jep pasuri. I ka pasoja të na, lindin pasoja më sajna. E ato pasoja pra janë qofshin shoqërore, po edhe shpirtërore. Shemboj nga të parët tanë që kanë qenë bujar, në me thonë kanë qenë simboli bujarijës, kooperacinas kur s'ka zonë vend zemrët e tyre, se qëllimit i në akun xhenet e ahiret ta fitojnë botën e ardhshme. Një prej tyre është Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili ka qenë simbol i bujarisë së pa kufizuar, do të thonë s'ka pas kufi bujaria e tij. Çat sa ka pas këti ka dhënë. Do të thonë s'ka ai kufi. Se dikush është bujar, po deri dikon, dikush është pak më lart, dikush është pak më shumë. E këto e kemi rastin për shembull Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu. Kur pejgamberi alayhis salam kërkoi ndihmë për përgatitjen e një ushtrisë,
Ebu Bekri e solli gjithë pasurinë e tij. Çka pas këtë e sjellë te pejgamberi alayhis salam. E kur e pyetën çfarë i larve familjes tonë, pra nonën e babën e kishte, Abu Bekr radiallahu anhu tha, sa thjesht u përgjigj, tha u alash Allahun dhe të dërguarin e tij. Pejgamberi alayhis salam i tha, o Abu Bekr, çka i larve familjes tonë? Se këtë tha që pejgamberi Allah, këtë që nga pasuria ime. E kam sjellë për me përgatitur këtë ushtrin. E çka i lau Abu Bekr familjes tonë, thot Allahun dhe të dërguarin e Allahut. E kjo është shembull i një zemre e cila është e liruar nga kopratësia. Do të thonë që s'ka lidhje me kopratësinë zemra e këtij personi, pra Abu Bekrit. Dhe kjo zemër fort mirë ka ditë se çka është mirësia dhe furnizimi dhe ka kuptuar se këtë dia mirësia dhe furnizimi janë nga Allahu. Do të thonë kur ta kemi na qartë, ta kemi bindje se mirësia edhe furnizimi janë nga Allahu, atëherë kopratësia nuk zën vend zemrat tona. Kush e zën vendin, e zën atë bujaria, bosh bujar, dërdhanës. E Omer radiallahu anhu në këtë rast, kur e solli Abu Bekri këtë pasurinë, e Omeri pika ona tjetër e prunë gjysën e pasurisë. Me shpresë se mos po e kalon Abu Bekrin. Se Allah Gjeleshan ka thonë, o fi dhalike falyatanafisul mutanafisun, në punë të mira, në të bojnë gara ata garuesit. Pra lejohet me bojnë gara në punë të mira. Ki ka thonë 100.000, unë 200.000. Amo me harruat me atë fjallën për inati. Sa të nuk hin ka. Po me bojnë gara, ki mashallah 100.000, unë i jap 150.000. Mashallah ki 150.000, unë i jap 200.000. Kur an pitje për Islami, për bamirësi, për të mira. Edhe Omer radiallahu anhu e pruni gjithën e pasurisë me shpresë se do ta kalon Abu Bekrin. Por kur e pa bujarinë e Abu Bekrit se e ka prunë këtë pasurinë, e tha një fjalë Omer radiallahu anhu, nuk do të mundem kur ta kaloj Abu Bekrin. Me bon çka me bon, sunet ai kaloj Abu Bekrin. Pse sa e dha këtë pasurinë, Omer e pruni gjithën, po Abu Bekri gjithmonë ka qenë ai, si më thon, ai parë iniciatori i parë që ka marrë hapët e para për vepra të mira, për bujari e kështu me radhë. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, një sahabi tjetër i pejgamberit alayhis salam, i cili ka qenë i njohur për bujarinë e tij, dërdhanës. Thot ishte i njohur për bujarinë e tij të madhe. Një nga veprat më madhështore të Uthmanit radiallahu anhu ishte kur ai bleu me një shumë të madhe para pusin apo bunarin, pusin Ruqayya dhe pusin Suqja në Medinë. Domethënë dha pasuri të madhe për i blej këto dy pusët, jo për vetë, jo për baçën e vet, por me ujit baçën e kujt diçka. Për çka i boni i bleti këto? Sepse ishte në histori ashtu edhe me një jahudi e ka morë muslimanët i ka shtim me prite, ju kanë paguajt mashtret e kujt diçka, edhe Uthman radiallahu anhu kur e pa maltretimin e muslimanëve, kishin nevojë për atë ujë dhe s'u po arrinte ai ujë, dikush kish mundsi, dikush nuk kish mundsi, atëherë me një pasuri, me një shumë të madhe i bleti di këto pusët Uthman radiallahu anhu dhe çka bani me këto dhe i dhuroi ato për muslimanët. Tha këto le të mbajsen për muslimanët. Në mënyrë që të gjithë të përfitojnë nga uji edhe atë falas, jo me pagesë. Fal ta kanë këtë ujin për nevojat e tyre. Uthman radiallahu anhu pra i bleti këto dy puse dhe i ofroi si dhuratë për muslimanët. Edhe mas dikës atije, sot e kësaj dite, dinë ku janë ato dy puse që i ka ble Uthmani radiallahu anhu. Për muslimanët. Nashta sot ka kësi do njerëzi bojnë qëket, po ambasaj kanë do një fitim tjetër, adi? Hani, mirë është do një për shembull me bojnë me hap diçka, me blit diçka, për muslimanët, apo muslimanët me njënë e kanë fitim, për dhonin që të nënë kanë fitim. Hamo Uthman radiallahu anhu s'pat as një fitim ati. Për këtë dunjo, po thanë shfjala, se për ahiretin, a i ka pas sigur xhenetin. Se dhe pejgamberi alayhis salam a i tha një, çka të banë Uthmani me asajna e ka fitu ma i xhenetin. Me bon çka me bon e ka fitu xhenetin. Kur u kthini në Medinë karavani Uthmanit radiallahu anhu, e kemi cek shpesh këtë, po si shembull mëson problema me gjithë kohën e sotit. Si njerëz mëdhej. U kthi karavani i prej Medinës dhe ishte krizë ekonomike në Medinë. Edhe i thanë njerëzit Uthmanit radiallahu anhu, Uthman thot apo na jep këtë pasurinë tonë këtë që e ke sjell në Medinë, ta paguajna nëse ka nevojë dopull.
duplo. Tha që dikush më jap më shumë. Tha po sa që sa po më jep një, shem po thojna. Valla ta paguajna 3 franka, ja dikush më jap më shumë. Ta paguajna 4 Othman, ja dikush më paguon më shumë. 5, 10. Dikur ku mrejnë me një shifër, i thot Othmani ka dikush edhe më shumë se këtë më paguon. Thënë Othman, s'ka be kush paguon më shumë se kjo? S'ka, më kjo është çmimi më i lartë, më s'ka kush ta paguon më shumë. Thot Allahu. Allah sa ta shumë fishon për një vepër të mirë, 10, 70, 70.000, sa donë Allahu. Thot mene se kjo për muslimanët. Këtë karavoni, para me nuk ka konë, të në birov dikon zire, Othman radiallahu anhu me klime, me kejte, me kompjuter të përësit mallin. Me jarë, me aeroplan, me da 24 orë me jarë mallin. Karavoni, do me thonë, ka hec me jave, me muj, të shku e të këthi, e me ardhë me dinën, full me thonë, për ja për Allah, për gjithë muslimanët. Kjo të regon, me të vërtet, kërkon me pas zemër bindje të fort, me pas zemën plot iman dhe me shpresu në shpërblimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Se për ndryshe, nuk mund qaq letë, ha? Merne. Unë jam mënu që një muj e 2 muj të nga mësi i karavon të shku e të arna për shkretine, rëzike, shqmos, ka orë me dine, ta është mjallon që ka shkolloj, e valla pagumani. Jo, Othman, hisë mërzit. E dha për Allah. Ama jetë ku tha, qëfar do që shpenzoni për Allah, Allah unë kompenzon. Othman e dha këtë qatë karavonin, po në që të non, a pregaditur shrinë me 100 ushtar, me djeve, me kuaje, me kej që ka pas nevoj, po. Pejgamberi alayhis salam tha, po doni edhe 100, edhe 100 tha Othmani, edhe 100 Othmani, tha çka të banë Othmani pasaj në mo, a i ka fitu xhenetin. Po mirë dhe Othmani s'ka prej pare, s'ka pas makinë me prej pare, po pres parën, ha? Nuk ka pas miliarda, po çish, ka pas bereket. Allah ja ka kompenzu, a i ka dhonë për Allah, Allah në të dhënon ja ka kompenzu shumë fish. Ama kjo kërkon me pas bindje të fort dhe jo të dhonë të menua thu që kjo shka për thot hoxha, është për një me ajo. Valla janë të mështin duke në rëzik, hoxha tash me këtë. A jetë e Allah, ta është kuran, po thot, nëse shka do që shpenzoni jo për Allah, që jepni për Allah, Allah a kompenzon. E ta është varët të dhe një jetë jotë, varët të dhe bindja jote. Po valla u banë që një muj halas po kompenzohet. E po ti të më thoi ka një goqën, po gutesh. Ti po banë sigura që ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu ja pranon luqën robit të tij për drisaj nuk thotë, o, aty pikur jam të lutë Allahun, pe lut nuk me pranon luqën time. Jo ti lutë dhe lemo të Allahut luqën tone. Allahu e din kur ta pranon e kur ta kompenzon e kur ta kthen atë mirën që i ke bën për Allah. Dikuja Allah ja kthen me njëherë, dikujna mas një kohë, dikujna pak, dikur hala ma vonë, dikuja le për në ahiret. Aje din kur është ma mirë me të pranuti, aje din ma mirë kur është me ta kthiti, me ta kompenzua. Mos u goti se njeri. Se njeri është i goqëm, është i krijuar, është i goqëm. E ma mirë, luqë Allahut, jepe për Allah në diçka, edhe prit, aje e din kur është ma mirë për me të Allah. Ebu Talha, një sahabi prej ensarëve. Një njeri të pejgamberi alayhis salam që ta pranon si misafir, një natë apo disa natë. Por pejgamberi alayhis salam nuk ishte mundësi. Por çka boni pejgamberi alayhis salam tha, a ka ndonjë njeri që e pranon këtë si misafir? Allahu ju mëshiroft. Shumë tha pejgamberi alayhis salam, ju tha sahabët e tij, a ka dikush mundësi ta pranon këtë si misafir? Allahu ju mëshiroft. Çka tha pejgamberi alayhis salam, Allahu ju mëshiroft. U lut pejgamberi alayhis salam për çat i cili e pranon këtë si misafir. Edhe u çu një burr prej ensarëve, Ebu Talha. Am si ishte doni milioner, atë nuk kishte ai pallate, villa, kujt diçka. Me ato mundësit e veta, sa kishte, tash e shohim se ai ka pas mundësi ai me pranu dikon misafir. Se pejgamberi alayhis salam atë ka qenë bujar, po ku nuk ka pas mundësi me ndihmuj dikujt, ja ka bën qarën. S'ka mujt tash këtë me pranu si misafir, po ja boni qarën, kush pe merr për juve? O xhamat, kush e pranon veç këtë filon sonte misafir? U çu Ebu Talha tha unë o pejgamberi Allahut. Pejgamberi alayhis salam ka pas raste, aq se ka qenë bujar, ka ardhi kush me lip, o pejgamberi Allahut, kam nevojë për diçka, për me hongër, për me pi, për nevoja ndryshme. Thot nuk kam, thot po shka që në treg në pazar, merr, edhe si me thonë të na shkruje në mund të borxhin, unë ja laj atina. Kjo është bojari, ha?
Jo vetëm me bon qarën aty mos nuk kam edhe u kri. Jo, bojaria është edhe më e madhe që gjosh një zgjidhje aty. Shkojë në pazar, merr nemën tëm, unë ja lajtën atë borxhin. E sahabët në thosh, në pejgamber Allah, po ta ka bën obligim Zoti i këtë atë, ki më dhon jap, nuk ia. E pejgamberi alayhis salam pastaj ju thot sahabët e tij, po për shkëmi na mes vetë ndihmues, edhe un kam nevojë për shpërblim, edhe un kam nevojë për sevape. Para mendove se sa shpërblimi i madh është diku që lehtësosh një breng. Ju kanë ranu shpatullat, gajlet, djertet mëdha kur që lehtësosh, ai po dikush. Çish lehtohet? Ti ai letutën a ki pas ndonjë rast ndonjëherë me pas ngarkesa të mëdha, të kanë munguar do parë një ndihmë kujt diçka, hop ka dal dikush që kanë ndihmu, ai ndi i lehtësu apo? Sigur me pas një guri 500 kg në shpinën tonë, apo? Edhe i liru. Po dhe qirët janë qështone. Liroj dikonin. Nga peshe e modhe, nga brengët e nga problemet e jetës. Edhe kje Abu Talha tha, unë o pejgamberi Allah. E murat misafir, shkoj të shpija vet. E ku shkun të shpija vet, e lajmëroj grunë tha, fëmit sa ma shpejt minun në gjumë dëqish. Se s'ka më na mjaftu që ushqimi, s'ka më na mjaftu fëmijëve, neve dyve dhe edhe misafirit. Thot fëmijë diçish në gjumë, në të lejnot. Tash dikush në ndëgju, po shumë ekstremista, jo musliman, fëmijën me lone pa bo. Ngoj historinë dhe në fundet të na, ja, s'to në mësë gjikobile, se s'jemi na për me gjikuna këtëne. Ne jemi vesh me thonë, mashallah, alhamdulillah, qëfar njerëz ka pas kjo umet, qëfar bura ka pas kjo umet, ku jemi na sot me atos. Edhe i non gruja fëmijë që është në gjumë, e pregadit atë ushqimin që kanë pas, a më tash edhe kjo ushqimi tas për mjafton Abu Talha grujës të tij edhe atij misafirit. E shkaj thot Abu Talha grujës të tij, thot këta nujnë ushqimin, diçish që që kishe pendreq atë lamën, se me thonë dritën, lamën kishe pendreq diçish edhe shuke. Edhe të na eja ullu këto me neve, edhe na di bojna se peshtina lugun për morën diçka mos mormi kur gjën prej asaj hajes. Veç shtim lugun atë si më thon sahan atë në tepsi, edhe nxjerr me tha. Na për terra, ai nuk na shef misafir, apo? Që kështu ai në ngop, po se është misafir. Edhe një stër mos harrojnë se për misafirin nuk ka të prit kur. Nuk e tepron kur njëri me misafirin. A di mi dhon çka mi dhon, na dënë për veten tonë me çit që ushqime ndryshme të lloj-llojshme dënë as të prit, a di? Nuk ban me tepru, a di muslimani sham. A për misafirin nuk ka kufi, sa të dosh. Komplet një lopë me apraj me qit përpar, nuk ka shtepër. Kjo është bujari. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderon misafirin. E nuk ka kur tepër, aty më thonë kam tepru me çit misafirin, i kam dhënë shumë me hangër me pi. A mund qetë në ai pe anës vet nuk do më thonë tash ja qitin një lopë ai ta haj këtë lopën. Se pe as anës tatinët në ai nuk duhet me tepru, apo me atë që shlidhen senët në islam. Ti nuk kanë shtej për me qit misafirit të ushqim me pregadit me mirë prit, anë që dhe non ai normal, a musliman, a ka thonë Allah xheleshanë hani e pini mos të teproni, ai pi asaj on nuk e tepron. E kështu ndihmo mos i thoj njëri me tjetrin. Edhe Abu Talha i thot gryz vet çton po bojnë, bën se po ha te, edhe un bona se po ha në ngopët ke misafiri. A më të nesërmën ja Jibril alayhis salam pejgamberi alayhis salam me një ajet. Që kja jetë ka zbrit për këtë sahabin Abu Talha. Thotë Allahu xhaleshanë në surën Al-Hashr ajetin 9 thotë: "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ata u japin përparësi atyre, domethënë tjerëve para vetvetes, edhe sikur të kishin vetë nevojë për të. Po për çka got ujë shembull, unë kam nevojë për këtë got ujë, edhe pse unë kam nevojë po jap përparësi atij tjetrit, sa ai ka nevojë. Pra është mbi që nevoja, ai ka nevojë, unë kam nevojë. Në këtë rast i jap përparësi atina. E kja jetë zbriti për Abu Talhan. Tërë Gjibrili, prej 7 shile prej natë, e lajmëroj pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi hala nuk e di çka ndodh prom të shpija Abu Talhas. Edhe thotë Allah xhaleshanë i shpërbleti për atë gjestin që e bën ato prom. Çfarë gjesti të mirë bën, thotë Allah i shpërbleti me të madhe Abu Talhan. Pse? Edhe zbrit këtë jetën wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. I japin përparësi atyre të tjerë para vetvetes, edhe pse këto vet kanë nevojë për atë. E kjo është e grada më e lartë e bujarisë. Pra për të mirë të kësaj bote musliman duhet të japë përparësi vëllat të i musliman. Qa që janë të shpërnda një ndim, një ushqim, atë diçka,
që e mirë e kësaj bote. Unë e kam nevojë, ki ka nevojë. Muslimoni mirë çka bën? I jep përparësi vllahut vet musliman, thotë shko ti merre. E kjo është më dhon përparësi tjetrit, e pse ti ki nevojë për atë? Në anën tjetër, kur është në pikje punë e mirë e hajrit, me bën një punë të mirë, një gjest të mirë për Allah, për me fitu sevape, nuk ja përparësi dikujt tjetër, ti duhesh me shkuj parë. Ka nevojë që gjë një fukara me zgat dorë me dhon 100 franga. A pia përparësi këtij vllahut të musliman shkote. Jo, këto si jepet përparësi atij, ti duhesh me shku para atij. Sa në pikje sevapi. Më shpesh e marr shembull të safi i parë. Atë që bojnë hoxhëm natën e safi i parë se ka është më mirë, më shpërblim, më sevape, asë. Ama e ka një fshar nëse mundja me thonë një lloj filozofie kjo pse ka më shpërblim. Do të thonë duhesh me ardhi i parë në xhami për më hunsh të safi i parë. Nuk i ka të vlerën të i ke ardhi i fundit, bile mas i ka nisi imami, atë i mikësina për qafa njerëzit, që i ta zonë safin e parë se mas e vap. Pa i pse ka mas e vap safi i parë, se nërma të safi i parë kush vjen? A që ka ardhi i parë në xhami. Vjen një ditë i tretë e mushin safin e parë. A ko i kanë pisë një dietar kanë thonë, apo na tregon pak për vlerën e safit parë, sa se vape, çish është, çish nuk është, kujt diçka. Thotë diçka, thotë mushë barkun me halal, falën fund xhamisë, nuk ban dam kur xham. Çka se vjen safin e parë full e ki barkin me haram. Çka se vjen safin e parë krejt teshti ki me haram, me kredite, me kujt diçka, me telefona, me këtë se je me veti, shumicën është ai ki haram. E po prit se vapin e safit parë, këtë dietari tha, mush e barkën me halal, falën në safin e fundit, thotë nuk ban dam kur xham. Edhe pejgamberi alayhis salam apo Allah xhaleshan zbiti këtë ajet për Ebu Talhan, për këtë sahabiun i cili i dha përparësi vllati musliman, i dha përparësi atij më shumë se vetvetes, sepse edhe ai kishte nevojë, edhe kë, po i dha përparësi atij misafirit, pra atij muslimanit. E për këtë janë dy sende. Sa i përket çështja e dunjos, i jep përparësi vllaut tan musliman. Sa i përket çështja të ahiret, kur an piqe mu fitu se vapi dikon, nuk i jep përparësi atij tjetër, por ti duhesh me shpejtu para atij. Se për ndryshe, nëse i thot dikujt, ja shko fitoj te çkit se vapi, vjen sikur ti demek, s'ki nevojë për se vapi, apo? A unë kam boll, shko merret ti çto se vapi. Jo. Kur an piqe se vapi, mos i jap kurkuj përparësi. Kur është në piqe për të mirë të dunjos, jepe përparësi vëllezërit të musliman. Pse? Sa pekton te fiton se vapin. Ebu Talha kështu veproi me këtë misafirin, u banën kishe pa hajnë, ama s'hangën kur gjë, vetëm të ngopët misafiri, edhe zbriti kia jetë se ata japin përparësi atyre para vetes së tyre, edhe pse vetë ato kishin nevojë për të. Po është një shembull tjetër, Khadija bintu Khuwailid, gruaja e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte një grua tregtare e suksesshme, e njohur për bujarinë e saj. Ajo saj ndihmoi thirrjes së pejgamberit alayhis salam, fillimit të thirrjes, ku kishte nevojë ala pejgamberi alayhis salam më shumë, se ishte prej burra ishte Abu Bekri, prej grave ishte Khadija që pranoi Islamin, prej fëmijëve, prej trive ishte Ali radhiyallahu anhu, prej robëve, sklevorëve ishte Bilal Habeshiu, domethënë të parë që patën pranoi Islamin. E para mendo ishin dikon 7-8 vjet, 10 vjet. Rrethina që i rrethoshin krejt ishin mushrika. E sa kishte nevojë në këtë fillimin e thirrjes pejgamberit alayhis salam për me mbështet dikush fizikisht, dikush me pasuri, Khadija radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salam, ishte një prej grave bujare dhe që ndihmoi shumë thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çfarë domen na sjell kooperacia në shoqëri? Tham shka këto ndarje mes të pasërve të varfërve, çerki fukaraja. Ai këpandën e ku ulën veç ato të pasit. Merr një varfër, nuk e afroj, nuk e shtin rrethën e tinve, se si e niveli jonte. Sepse Allah xhaleshana i shpërblen njerëzit me nivele ku i mrriten me pasuri me asaj. E po çka nëse ai fukaraja i jap një frank për Allah, shkon t'i kalon këtë që 100 mijë ai ki dhon. Tham një ditë, me matematikën islami i kalon. Një frank që e kalon 100 mijë. Me matematikën e Einsteinit e tjerëve se kalon. Në Islam e kalon. Pejgamberi alayhis salam ka thonë 1 dirhem e ka kalu 100.000 dirheme. Si o pejgamberi Allah, thotë ki që e dha 1 dirhem, krejt pasurinë kishte 2 dirhema. E dha 1 dirhem, i met një për vetën e tij. Sa ka dhënë? Gjysmën e pasurisë. E ki që i dha 100.000, po i ka dhe miliona tjera.
Ke 100.000 që i ka dhënë para, ke ka dhënë 10% pasurisë, apo 20% pasurisë. E cila pas ka më shumë vlerë, a gjisa ka më shumë vlerë apo 10%? Nuk shihin me shifra, me numra, po gjisën e dhake. E kalon dhe një frankë, e kalon edhe 1.000 frankë, edhe 100.000 frankë, por një jetë e kërkohet. Kooperacia është pasojat e saj janë se i nda njerëz pastaj të pasurit të varfërit. Ani më e keq që ato çka po ndodh, se shpesh më bëjmë me fol për hoxhallart. Hoxhallartën e ardhi ku organizojnë në iftare, në për xhamia, në për salla, ku të hish të shikosh, krejt biznesmena janë atë, krejt i kanë thirr filani ka, filan firmë, ke ka filan dyqan, ke ka atë, ke ka ke, e ku janë me fukarat. Ku janë fukarat? Filan shoqata organizon iftar, ku janë me fukarat? Filan xhamia organizon iftar, ku janë fukarat? A mos jeni më të mirë se pejgamberi alayhis salam i cili ka nejt me të varfit në xhaminë e tij? Shkoj ku i shoqëroj ka ato hulke me ato. I sill në Abu Huraira radiallahu anhu do tomël pejgamberit alayhis salam, ha? Tomël, qomsht. Ama të në xhaminë e pejgamberit alayhis salam janë kondi një grup i madh si fukara, ama di çfarë fukara? Për tokë. Pa to si thonë atë, jo fukara sikur fukarat e tonë sot disa. Por mia kanë qenë fukara, s'kan pas çka me hangër, në gojë s'kan shtit gjithë ditë kur xhon bën aki. As me pi. Edhe Abu Huraira radiallahu anhu pejgamberit alayhis salam do tomël, thotë Huraira jap ju këtë në një. Pi pari, pi diti, pi treti, pi katërt, pi pensi. Shka shtomële, s'ka pas 30 litra tomël. Errin e Abu Hurairas me pi, ja dha pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam tha pio te Abu Huraira. Edhe pi te Abu Huraira nga edhe s'do ke mungop shumë, thonë nga frika mos parxhohet. Tha kur e mur me pi pejgamberi alayhis salam, Abu Huraira ulç në shirkë pejgamberin alayhis salam. Ka shif këtu pi pejgamberin alayhis salam e nikat knasin brendsinë e vet. Se po kënaqet pejgamberi alayhis salam, por derisa i kënaqet edhe unë jam të kënaq. Por derisa janë të larguat ejtjen, edhe unë jam të largu ejtjen. U kënaq Abu Huraira të shikoj pejgamberin alayhis salam të pi për atij qumshti. Am pat bereqet pejgamberi alayhis salam i dha përparësi, merret ti, e në fund piti pejgamberi alayhis salam. Jo mi hapsin me thonë një gotë, jemi 5 vejtë, në me afton të këtë, hajme për janë isu një pari, bismillah. A në kam sushë në pejgamberi alayhis salam, ja. Atë luftën e keni ndëgjuar atë rasin me një luftë, ku shkoj një të vllai vet musliman, të një sahabi, i plagosur, gati se me vdek, thot merre pakuj. Thot që jep atij qetit ata që sa i ka nevojë. Shkon te i diti, merre ujin, thot jep atij që sa i ka më shumë nevojë, sill ku vjen te i pari, apo ai i fundi, se janë kon diku një 7, 10. Kur rrinta e po thojnë ai 7, thot që çaj atij. Tash ku i pimen rrin atij të parit. Ku shoj te i pari kish vdek. Ha shoj tash te i diti kish vdek. Në si rase tregohet ajo ti është përparësi vllata musliman, jep atij sa ai ka nevojë. E këto për mi bon, duhet me dalë për ndonjë shkollë tjetër, jo prej këtij shkolla që jemi të dalë ne sot, për edukatorëve tonë, kush na edukon e kush na mëson. Këto që tërkush i ka eduku. Mësuesi i njerëzit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ama ai nuk i ka mësuar vetëm me teori, ai edhe me praktik. Ai vetë ka qenë bujar. Pastaj ja ka mësuar bujarin shokët e tij. Ai vetë ka praktikuar, ja ka mësuar shokët e tij. Nuk kanë do dhe Abu Bekri Omeri me dalë për Medinë, barkun e lidhën me gorze, e pejgamberi ka kërshminë në shtëpi se ka mush barkun mirë, ka hangër, angop e kret. Çka dojnë atë të bëjnë populli, ha, çat gale. Jo, po ku dishnë Abu Bekri dhe Omeri për Medinë, kjo është çështja e pejgamberit alayhis salam. Çka të nxorë pejgamberi Allahut këtë kohë, thot ai që ju nxorë juve. Uria. Me që këtë uri që kanë pas, kanë qenë njerëz më bujar. S'ka sot si ato së ngjon. Nëse kanë miliardë dikush, sonë mrrin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë për shokët e tij, thotë mos më shahoni shokët e mi, mos më ofendoni shokët e mi, thotë se vallahi, thotë sikur do njëri për ju ta jep lëmosh, sadak, sa kodra e Uhudit ari, ha? Kodra e Uhudit me këtë ari. Këtë çat më dhon lëmosh, thotë se ne arrin sa një grush sa shokët e mi. Do të shokët e mi, nëse një grush të japin sadak diçka çka, thotë ju më dhon sa një kodra e Uhudit sonë mrrini. Pse ato kanë qenë burra në thirrën, fillimin e thirrjes, ato Islami kanë dhënë gjithçka, kanë dhënë jetën e pasurinë e familjes gjithçka. Për çka për na sot në rahati me praktiku këtë Islam,
as sa më shumë rahat po jemi, as më pak duket për praktikojna Islamin. Domët e kooperacisë po ashtu dobëson solidaritetin në kohë krize. Kur është një kooperac, në është kohë krize ku thamë parzit, ai nuk ju ndihmon që nuk i intereson se janë të hek tjerë, janë në zor. Ai e këshir vetëm jetën e vet. Pas shton nxiton xhelozi, urrëqe dhe padrejti. Ndikon e bën shpirt, ndikon te shpirti se bën një shpirt keq. Se vetëm për veti, lakmon, vetëm për veti. Ato për shumë nësë është ka mundu në Palestinë për shembull, sa prej muslimanëve as nuk i prekve, veç e kalon, shton e kalojnë për Facebook. Atë e këshirmi na ka bën rrafsh atë. As nuk shkon mendja të ne ku ta pi çikit ujin tash ai ftoft. Bile ku ta pi ujin më shkon mendja më thon, dikush atje s'ka besh ka me pi. Çfarë ujë janë të pi ato, çfarë ushqimi janë tonë, bile çket na preke, çka të mendojnë apa. Njëri kur është kooperac, në kohë, nuk jap këshilla, nuk urdhëron të mirë, nuk ndalon nga e keqja dhe nuk jap pasuri, atëra kjo ndikon shumë në shpirtin e individit. E si ta luftojmë kooperacion, duhet ta dimë se çdo gjë është nga Allahu. Dhe ne jemi thjesht ato që e mbajnë një amanet. Që dikush ja ka dhënë një amanet, imi të mbajt atë amanetin. E këtë pasuri që e kemi është amanet nga Allahu, e tash varet na se menaxhojna, çka bojna me ta. E duhet me ditë për mu shëru kooperacinë apo për mu luftu kooperacinë, duhet ta dimë një sens se gjithçka është nga Allahu. Çka të vjen pak apo shumë është nga Allah subhanahu wa taala. Të japim sadakë rregullisht, qoftë edhe pak, ama rregullisht me dhon. Ma mirë ka pak e rregullisht se sa ndonjëherë shumë e rrallë, e hiç. Pra për me luftu kooperacinë është mirë me dhon sadaka, qoftë edhe pak, ama rregullisht. Të shohim shembujt e sahabëve dhe njerëzve bujar. Ti lexojmë pa kush akon pejgamberi alayhis salam sa ka qenë bujar Abu Bekri, Omer, Uthmani, sahabët, dietarët e Abu Hanife, e gjithë këto, pse? Sepse frymëzimi forcon vullnetin. Pra kur i lexoni historinë atë me frymëzohesh me këtë, atëre forcohet vullneti për të bërë atë bujar si ato. Të edukojmë zemrën me falënderim. Pra falënderuesi është gjithmonë më i gatshëm të japë. Ai i cili falënderon, ai gjithmonë mundohet edhe me dhon. Ai i cili nuk falënderon, ka prazë çka të falënderoje. Edhe çka i vjen ajo, nuk falënderon, por as nuk ndihmon tjerë pse se veç për vete, nuk din me falënderu kooperaci. E them, kooperaci jeton një jetën e të varfërit. Pra kooperacia është një sëmundje e zemrës që shkatron marrëdhëniet mes njerëzve dhe dobëson lidhen me Allahun. Islami na mëson bujari, dëmshuri dhe ndarje të mirave me njerëz të tjerë, me nevojtarët e kushdo që janë ato, sepse jeta është kalimtare dhe veprat e mira janë të përjetshme. Pra kjo botë, ti po të bën pasuri për këtë botë, po kjo botë është kalimtare. E nëse jep, puna e mirë është e përjetshme. Allahu xhaleshan çka tha? "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Çfarë do që të jepni për rrugën e Allahut, pra për Allahun, ai do që kompenzojë dhe ai është furnizuesi më i mirë. E lutem Allahun subhanahu wa taala që na shton bujarin të jemi bujar, qoftë me ndihmueshëm fizikisht diku, qoftë me parë, po qoftë me fjalë, qoftë me ideja, që ndihmojnë të tjerëve, e tjerë na ndihmojnë neve, e kështu të ndihmojmë mes vetë të gjithë muslimanët, sepse kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë bujar edhe në teorikisht, edhe praktikisht, i ka mësuar mejtën e tij se si duhet të jetë një bujar. E lutem Allah subhanahu wa taala që të na mbron nga kooperacia, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi", o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga kooperacia. Lutja pejgamberit alayhis salam: "Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli", o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga kooperacia. Se është cilësi e keqe, është mundje për zemrën, për shpirtin, edhe bën përçarje, bën ndarje, edhe bën ndarje mes muslimanëve. E lutem Allah subhanahu wa taala të na mbron nga këto cilësi të këqija dhe të na jep cilësi të mira me të cilat do të shpëtojmë në dunjë dhe në ahiret. Dhe në fund e lutem Allah subhanahu wa taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.